Për këtë arsye, Open Data ka zgjedhur dy aplikacione, Open Spending, pra shpenzime transparente ose e të ndryshme shpenzime të hapura, dhe Where Does My Money Go, ku shkojnë paratë e mia. Pse ideja për dy aplikacione të tilla? Çfarë ndodh? Njërin e përditshme se cili nga ne po ngadojmë informacioni tipik. 10% e buxhetit të shtetit ka shkuar për arsimin, 39 miliardë shkuan këtë vit për shëndetësim, po fondet nuk mjaftojnë. Kosto e borxhit po the gjithmonë më shumë në një barkë të rënd për qytetarët shqiptar. Mirë po, ky lloj informacioni vërtet hedh dritë mbi financat publike, por duke qenë se është shumë i fragmentizuar, nuk lejon që të krijosh një ide mbi buxhetin të pasur një të tërë. Në qoftë se një individ do donte të dinte se cilat janë prioritetet e shpenzimeve të qeverisë së tij, dhe duhej që të navigonte në mënyrë individuale mbi faqe të tilla Excel në të cilat shërbehet buxheti. Kjo është vetëm një ndër faqe të kapaciteti faqesh dhe është praktikisht e pamundur për dy arsye. Para mungesë kohe, ndoshta jo domosdoshmërisht mungesë dëshire, por mungesë kohe, dhe e dyta do i nevojitesh një specifike që të arrijë të integrojë të dhënat. Për këtë arsye, Open Data e gjeti me vend që të bënte këto dy aplikime të reja. Cilat ka qenë metodologjia e përdorur nga neve? Fillimisht ne mblodhëm të dhënat nga buxheti i shtetit, realizuam një përfundim të tyre, bëm ndarje të shpenzimeve sipas funksioneve kryesore, por edhe sipas buxheteve, sipas njësive shpenzuese, dhe me munduar të krijojmë një hartë parash, të tillë që kushdo që mund ta shikojë, të ketë një ide shumë të qartë se çfarë po ndodh me buxhetin e shtetit nëpër vite të caktuara. Për ilustrim, ne kemi zgjedhur dy buxhete, vitin 2006 dhe vitin 2009. Fillimisht do shikojmë hartën e parave sipas funksioneve dhe pastaj sipas institucioneve. Kjo është një paraqitje shumë e thjeshtë të shpenzimeve të buxhetit sipas funksioneve për vitin 2006. Çfarë ka ndodhur? Siç mund ta shikoni, funksioni mbrojtje sociale dhe sigurimeve shoqërore kanë qenë fisit kryesor të parave të buxhetit të shtetit, plus 63.1 miliard lekë, ose thënë ndryshe rreth 27% të shpenzimeve publike. Interesante është për mua të paktën një shpërisi që kosto e borxhit ka qenë 30.2 miliard lekë dhe është funksioni i dytë shpenzues i buxhetit të shtetit. Që do të thotë, në vitin 2006 shqiptarët kanë paguar më shumë për interesat e borxhit të marrë, qoftë të brendshëm, qoftë të huaj, se sa kanë paguar për arsim, për shëndetësi, transport e kështu me radhë. Funksionet e pastaj, duket me radhë, fillon janë shëndetësia, në tani arsimi, shëndetësia. Interesante është transporti. Transporti është funksioni 5 i financuar më shumë nga buxheti i shtetit. Çfarë ndodh në vitin 2009? Po ta shikoni, diferencat janë goxha të tekstuara. Vazhdon të jetë akoma në vend të parë mbrojtja sociale dhe sigurime shoqërore, po tashmë transporti është funksioni i dytë më i financuar nga buxheti i shtetit. E mira e këtyre lloj vizualizimeve është sepse një individ e lejon që jo vetëm të krijojë një ide se çfarë ndodh brenda vitit 2009, pra jam e sigurt që gjithë secili prej jush që shikon, arrin të kuptojë që transporti është një funksion i financuar në një masë të lartë, por gjithashtu edhe kosta e borxhit është mirë, arsimi gjithashtu me fonde, por lejon dhe mundësi krahasimi me vitin e mëparshëm. Për shembull, dhe transporti, duke qenë se në 2006 kishte marrë vetëm 20 miliard lekë, i bie që deri në 2009 ka marrë 3 deri në 4 herë më shumë fonde.